Sot do të përgatis një picë me djath guda dhe djath kaçkavall dhe prosciutto vici me 2 djathra. Tu kemi domate, një kokër domate, këto janë konserv, janë kërpudha, gjithashtu dhe salcën. Brumin e kemi përgatitur më parë. Video recetën mund ta gjeni në një nga videot e mia në YouTube, në kanalin e YouTube-it. Pasi brumi ka ardhur dhe është në këtë fazë, do ta ulim pak me duar dhe direkt do ta vendosim në një tavë për pjekje. Tavën më parë do ta lyejm me pak vaj, e hapim vajin me një kartë kuzhine në gjithë sipërfaqen e tavës për pjekje dhe këtu do të vendosim brumin. E vendosim brumin në tavë, e lyejm pak sipërfaqen me vaj dhe kemi mundësi ta hapim më me lehtësi. E hapim brumin me kujdes në gjithë sipërfaqen e tavës për pjekje dhe anët e tij i ngrem pak nga pjesa e tavës që të jenë më të larta. Këtu kemi salcën, kemi gati 2-3 lugë gjelle. Mund të shtojmë pak sipas dëshirës. Unë kam këtu pak borzilok, është i tharë dhe kemi shkërmoqur, e kemi e përzjejmë dhe e hapim në të gjithë sipërfaqen e brumit. Radh pas radhe vendosim edhe prosciuton. Gjithashtu kemi dhe këto kërpudhat e konservuara. Shpërndajmë edhe këto gjithandej. Vendosim edhe djathin kaçkavall. Gjithashtu do t'i shtojmë edhe djathin guda sepse e bën tepër të shijshëm. Sipas dëshirës mund t'i shtojmë pak piper të zi dhe e kemi gati për ta pjekur në furrë. Furrën e kemi para ngrohur dhe do ta pjekim në 200 gradë për 15-20 minuta, maksimumi 20 minuta. Ja ku e kemi të përfunduar të pjekur picën. Për 15 minuta e kemi pjekur në 200 gradë. Tani do ta vendosim tek pjata e saj dhe e kemi gati.